Nesër 908 maturantë nga komuna Gjakovës do t'i nënshtrohen testit të maturës shtetërore, një prej proceseve më të rëndësishme në përmbylljen e arsimit të mesëm dhe një hap vendimtar drejt studimeve universitare. Testi i maturës do të zhvillohet në 7 qendra të testimit në Gjakovë, ndërsa maturantët do të kenë në dispozicion 150 minuta për t'u përgjigjur pyetjeve të testit, i cili synon të vlerësojë njohuritë dhe kompetencat e fituara gjatë viteve të shkollimit të mesëm të lartë. Ndërkohë, Flutur Këpuska, koordinatore e testit të maturës në komunën e Gjakovës, përmes telefonit bëri të ditur si janë bërë të gjitha përgatitjet nevojshme për mbarvajtjen e procesit, duke siguruar ambiente të përshtatshme dhe zbatimin e rregullave që garantojnë një testim të drejtë dhe transparent. Administratorët dhe komisionet mbikëqyrëse do të jenë të angazhuar në secilën qendër me qëllim që provimi të zhvillohet sipas standardeve të përcaktuara, ka shtuar Këpuska. Për të gjithë maturantët, ky vlerësim përfaqëson jo vetëm përmbylljen e një etape të rëndësishme të jetës shkollore, por edhe një mundësi për të dëshmuar përgatitjen e tyre akademike dhe për të hapur rrugë. Maturantët këshillohen që në ditën e testimit të paraqiten me kohë në qendrat përkatëse, të kenë me vete dokumentin e identifikimit dhe mjetet e lejuara për testim, si dhe të respektojnë të gjitha udhëzimet e administruesve të procesit.